Patjetër që feja islame I jep rëndësi rinisë, jo vetëm nëpërmjet ajetit kuranor që ne përmendëm, ku sqaruam etapat e jetës së njeriu dhe etapa më rëndësishme, më dinamike ishte ajo e rinisë, por kemi ajete kuranore, kemi hadithet pejgamberit alayhi salatu selam, kemi plot ngjarje nga historia e profetit, kemi dhe ngjarje po ashtu nga shokët e profetit, sahabët e nderuar. Për shembull, kemi një transmetim që e përcjell El Khatibul Baghdadi, ku transmetohet se Hudhaife një ditë ishte ulur me disa djemë të ri që I qëndronin përreth, përfitonin domethënë prej tij. Aty kalon një person, të cilit Hudhaife I thot: "Ma yamna'uka an tujalisana?" Çfarë të pengon ty të ulesh me ne? Pra çfarë të pengon ty të jesh pjesë e mexhlisit ton të përfitojmë së bashku? Ai thot: "Wallahi la yamna'uni min dhaka illa haula'i ash-shabab alladhina hum hawlaka." Pasha Zotin, mua nuk më pengon gjë tjetër vetëm se prania atyre djemve të rinj të cilët janë ulur rreth teje. Pra tregoj një lloj ironie kundrejt atyre të rinjve. Si duket, nuk u dha atyre rëndësinë e duhur. Mirë po, Hudhaife, siç vjen transmetimi, fagadiba Hudhaife, u zemrua shumë Hudhaife dhe I thot: "Ema sami'ta Allah azza wa jalla yaqul", a nuk e ke dëgjuar ti Allahun e Madhërisëm kur thot në Kur'an: "Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim." Ata, populli Ibrahimit alayhi salam, kur pan sfidën me cilin I sfidoi Ibrahimi ata, ato than: "Ne kemi dëgjuar dikë që është djalë I ri duke përmendur idhujt, pra duke përmendur zotat tan. Dhe emrin ja thonin Ibrahim." Po ashtu solli një ajet tjetër, Hudhaife: "Fityetun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda." Ata ishin djemë të ri, bën fjalë për ata djemë të cilët u distancuan nga shoqëria e tyre, nga shthurja, degenerimi, padrejtësi dhe zullumet e mëdha që kishte ajo shoqëri, u distancuan për të adhuruar të qetë, të qartë dhe të sigurt Zotin e tyre. Dhe këtë distancim futin e tyre në shpellë për një kohë të caktuar. Allahu I Madhërisëm e përmend, siç e tregon domethënë dhe Hudhaife, thot: "Fityetun amanu bi rabbihim", ata ishin djemë të ri, të cilët I besuan Zotit të tyre dhe ne ju ashtuam atyre udhëzimin. Pastaj thot Hudhaife: "Wa halil khairu illa fi shabab", a nuk është mirësia e vërtet pikërisht tek mosha e rinisë? Këtu e ndërpret domethënë fjalët Hudhaife, duke I dhënë mesazhin atij personi që është vetë Zoti I Madhërisëm në Kur'anin famëlar, I cili nuk na sjell një kronologji të ngjarjes, por brenda kronologjisë na sjell figurat të cilët ishin djemë të rinj. Dhe pse do t'i përmend këto figura brenda një kronologjie të ngjarjeve se ishin djemë të rinj? Për të treguar rëndësinë e rinisë.